Po. Për shembull je nis për udhtim, ke dalë për vendet ku është vendbanimi jot. Edhe e ke fal drekën edhe i ke ndini ke bashku, edhe i ke shkurtu. Po pa i kalu ato kilometrat e nevojshme ose pa i kalu venden, ka ndru plani. Ka ndru plani, tash heni kinia, tash ty të ka ndru plani, mos s'ki me dalë do të tem. E kam planin për shembull si me thonë. Po për shembull, hajde të marrëm Jenis me shku. Tash unë jetoj për shembull në Ferizaj, edhe du me shku për Shqipni, jam nal Lipjan. Po, një nal, nëse. Lipjan jam fal, po tash ka ndru plani edhe nuk po shkoj. S'ka gjatë kisha, nëse ti e ke pas njëtin me kon udhëtar. Edhe i ke shkurtu namazet, i ke lidh namazet. Mastaj ka ndodhur diçka, ma u kryu, i ke falë ato namazet. Po, s'ka nevoj me falë i keni në kur të s'ka nevoj. Përveç nëse je në xhami, atëherë falesh me muslimant edhe të llogaritet nafile. Nuk, po.